para është lidhe me luftën Rusi-Ukrainë. Sa më shumë zgjat konflikti, aq më shumë sigurisht edhe frika për një përshkallëzim të konfliktit dhe rritet. Pra e kemi parë dhe muajt e kaluar, Rusia qëllimisht në fakt është munduar të provokojë ose të sinjalizojë ndaj NATO-s që e ka aftësinë edhe për sulmuar dhe provokuar diçka që mund të shkojë përtej Ukrainës si konflikt. Pra e para është që për sa kohë që ke një konflikt të ndezur, edhe mundësia e zgjerimit të konfliktit dhe përshkallëzimit të konfliktit bëhet më e madhe. E dyta, pra një rrezik vjen nga Rusia. Rreziku i dytë, do të thënë më i madh, në lidhje me një konflikt të ardhshëm, vjen nga ana e Shtetit Bashkuara. Edhe nuk e thënë se Shtetit Bashkuara do të shkojnë për momentin dëshirojnë themi një konflikt të hapur ndërkombëtar, por për sa kohë që Shtetit Bashkuara dërgojnë sinjale të përzira, pra sinjale të paqarta në lidhje me vazhdimsinë dhe qëndrueshmërinë e marrëdhënies midis Shtetit Bashkuara dhe Evropianëve në kontekstin e NATO-s, atëherë dhe siguria evropiane dhe pastaj si rrëdhimi dhe siguria ndërkombëtare vjet në pikpyetje. Përsa ky shteti që zoti Trump pastaj vën në pikpyetje edhe integritetin, suverenitetin e Grenlandës si pjesë të Danimarkës. Këtu vjen në pikpyetje dhe ardhmja e NATO-s. Në kushte të tilla, është një libër shumë i bukur nga Robert Jervis, që ka të bëjë që flet për arsyeën se arsye kryesore për konfliktet janë gjërat e paparashikueshme ose janë sinjalet e dërguara në mënyrë të pakuptimta ose të paqëllimshme. Edhe në këtë rast, veprimet e kësaj natyre minojnë stabilitetin e marrëdhënies së Bashkuar Evropë, i cili është edhe në bazë të stabilitetit të pas viteve 45 ose mos pas viteve 90. Nëse ky stabilitet mungon, atëherë pastaj ftohen aktorë si Irani, si Turqia ndoshta, ose Kina dhe Rusia për të ndërmarrë veprime të cilat ndoshta nuk të kishin ndërmarrë nëse stabiliteti do të kishte më shumë qartësi strategjike nga ana e Shtetit Bashkuara. Për mua ky do të ishte problemi i madh. Sigurisht pastaj në mungesë të një stabiliteti të tillë, ndërhyrja e Rusisë ndoshta në Taiwan përbën një rrezik tjetër. Por mos thënë pastaj një ndërhyrje të mundshme në Iran, ku Shteti Bashkuara mund të përshkallëzojnë konfliktin e gjithë rajonin. Pra ka një seri mënyrash se si ky rregull ndërkombëtar dhe ky stabilitet ndërkombëtar që ne kemi gëzuar do të thonë për 30 vite mund të shpërbëhet brenda muajve të ardhshëm. Jo për të dhënë alarme të kota ndoshta, por sot bota po rrotullohet pa një traktat për frenimin apo kontrollin mbi armët bërthamore, ndërsa diplomacia gjithnjë më shumë po shohim që po dështon, aktorët po mbështeten tek e vjetra, fuqia ushtarake. Çfarë po ndodh, zoti Mema? Ku po shkojmë në këtë drejtim të paktën? Jo, në lidhje me armë bërthamore, në fakt është një pyetje dhe zhvillim shqetësues do të thoya unë, por nga ana tjetër unë jam pak më sanguin në lidhje me këtë. Arsye për këtë është sepse së pari nuk është se kemi një traktat kundër përdorimit të armëve bërthamore, dhe kemi mjaftueshëm tashmë fatkeqësisht në duart e amerikanëve, të rusëve, kinezëve dhe të tjerë që për ta bërë këtë botë 1 milion herë. Dhe kështu që çështja e skandimit të disa traktateve bërthamore sigurisht më shqetëson, sepse është një indicje e thyrjes së normave diplomatike edhe të interesave të vendeve. Nga ana tjetër, ka një lloj, mendoj unë, tolerancë të anasjellët midis së Shtetit Bashkuar dhe Rusisë, që e kuptojnë që arsenali i tyre bërthamor është tepër i vjetër, dhe për ta sjellë atë në epokën e inteligjencës artificiale, do ta thonim, edhe të teknologjive të reja, duhet të lësh ska dosh disa për këtyre traktateve që pastaj të rinovosh arsenalin në një formë pak më moderne, me teknologji më moderne, dhe pastaj ndoshta unë do të prisem mas 3-4 viteve rikthimin e tryezën negociatave për të rinegociuar këto traktate tashmë të skaduara. Dhe këtë mendoj, kjo do të ndodh, nuk është i vetmi ky traktat, janë një seri traktatesh të lidhura me armë bërthamore që tashmë kanë skaduar, ka filluar që para 20 vitesh në fakt me administratën e zotit Bush Jr, që në fakt që atëherë deri sot ka kaluar zoti Obama, ka qenë zoti Biden, ka qenë zoti Trump, edhe shteti amerikan si ruse nuk është i ka interesuar rinovimit të traktateve, për hir të asaj që thash më parë, interesimi i modernizimit të arsenalit bërthamor të secilit shtet. Në këtë botë, ndërkohë, ndoshta mund ta themi me egzagerim të çmendur disi, duhet të themi se nuk mund të mos përmendim edhe një çështje të rëndësishme. Bisedimet SBA-Iran për programin bërthamor të Teheranit u raportua së fundmi që të shtënat e para erdhën ushtria amerikane rrëzoi në lindjen e mesme një dron iranian që po i afrohej. A janë këto shkëndijët e para afër një fuqie baruti që mund të djeg shumë ndoshta?
Jo, nuk besoj, sigurisht, gjëra të tilla gjithmonë mund të shkaktojnë, se thash më parë një përshkallëzim të konfliktit, por nuk mendoj që kjo do të shojnë në përshkallëzim të konfliktit. Kjo ka ndodhur edhe herë të kaluara, kur për shembull Shtetet Bashkuara të kaluara kanë dërguar një dron inteligjencë për të marrë informacion zbulimi mbi Iranin dhe pastaj forcat iraniane e sulmuan atë dron dhe Shtetet Bashkuara ishin gati për ta sulmuar Iranin për shkak të saj, por zoti Trump u tërhoq në momentin e fundit sepse nuk donte të përshkallëzonte konfliktin. Irani sigurisht ka interese dhe veta për të parë se çfarë po bëjnë forcat e armatosur amerikane, flotila amerikane në Gjirin Persik, për të përgatitur, për të zbuluar edhe gjendjen situatën aktuale në terren. Shtetet Bashkuara sigurisht kanë interesin e tyre për ta sulmuar diçka e tillë. Çështja e dronëve është interesante sepse ashtu sikur se në fushën kibernetike nuk është se ka ligjet e qarta të luftës në lidhje me përshkallëzimin e konfliktit për shkak të prezencës, jo të një sulmi, por të prezencës të një droni në pranë forcave. Sidomos me aq sa unë ka kuptuar, ky dron nuk ishte armatosur, ishte më shumë edhe përsëri për të zbuluar nga ana e iranianëve se çfarë po ndodhte pranë territorit të tyre. Nuk mendoj që kjo do të çojë në përshkallëzimin e konfliktit, por mendoj që thjesht sinjalizon që situata është shumë e tensionuar dhe negociatat janë të domosdoshme. E qartë, zoti Vema, të falenderoj shumë për gjithçka që ndave ne në programin Rreth e Qark, për analizën tuaj është gjithmonë e mirëpritur dhe mjaft interesante, do ta themi, për gjitha këto zhvillime gjeopolitike që po ndodhin, që nuk janë as pak të mira, por shpresojmë për një paqe të plotë paktën. Të falenderoj. Faleminderit. Mirë, do të